As ndërkombëtarët nuk duhet ta bëjnë këtë gjë. A di pse më merrem me PD-n? Se ne nuk po themi pse s'po zgjedhje Fatmir Mediu te PRA apo Vengel Duri te PPD-ja. Se dhe ato kanë drejt me po zgjedhje. Ne po themi Partia Demokratike thotë që unë do të ndryshoj qeverisit, se po thotë Sali Berisha, unë du Partinë Demokratike dhe me 10 deputet, nuk merrem fare ne mo, nuk shqetësohemi fare me për këtë gjë. Themi do të keti forcë edhe politike. Po jo, unë e kuptoj shumë mirë, thjesht po më devion. Opozita është shpresë dhe ne po themi është 501 opozitar kanë pranuar Sali Berishin si liderin kryesor i bllokut opozitar. Në zgjedhjet e fundit. Ato sjellin pushtetin numrin. Kjo është sa të ndërkombëtarët ta mbajnë këtë krizë, jo Sali Berisha. Po kushdo me qenë vend Sali Berishës nuk e prodhon rotacionin politik. Kjo është e vërteta realisht që kanë. Sepse ndërkombëtarët e mbajnë këtë knet me gjithë mekanizmin që kanë ndërtuar, ju e keni parë liderin e OSB-s si e trajton. E trajton Partinë Demokratike, e trajton... mund të kesh një kandidat për kryeministër non grata? Për shkak sepse e kanë prodhuar këtë krizë politike. Ne kemi një element dhe nga ndërkombëtarët është prodhuar një non grata. Dhe nëse zoti Berisha shkon, me këtë do takohet. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri tek oqeani nuk po nëse kanë non grata pra ti tregojnë ti japin zgjidhje. Non grata është politike. Dëgjoj. Ja lutem, është politike non grata. Non grata është politike. Në qoftë se ke bërë një akt politik, jepi zgjidhje, ekzekutoj akt. Pra, le të bindesh shqiptarët deri këtu, pastaj ndërkombëtarët bindën vetë me lojon. Si. Të bindesh shqiptarët zoti Berisha këtu që e rrëzon Ramën dhe të marrë pushtetin këtu brenda me ndërkombëtarët nëse. Si do bindesh shqiptarët? Për çfarë do bindesh shqiptarët? Për çfarë do bindesh shqiptarët? Do ta kthejmë pra të dinë qeverisje. Unë kam një bindje tjetër që kjo çështje në ngratës nuk ka pesh. Po të them 0%, po të them 99% nuk ka impakt. Është relativizuar totalisht. Po. Sepse me ndryshimet politike në Washington është shuar derisa ishte administrata Joe Bidenit në parlament Berishës ja përmendin mbjes drejt. Jo, po t'ishe shuar do ishe hequr më burr. Është shuar si instrument që ka efekt politik këtu. Nuk ka efekt politik. Zero. Presioni që bëhesh. Non grata nuk e pengoi antarët e Partisë Demokratike ta rizgjidhin Berishën kryetar. Kryesisht pra këtë po thojmë në një. Non grata nuk i pengoi ata që ja dhanë votën Partisë Demokratike për të e rikthyen edhe pas ngratës më fort. Unë mendoj që është një tjetër problem që e pengon zotin Berisha për ta risjellë Partinë Demokratike në pushtet apo për të prodhuar rotacionin. Sepse unë mendoj që qytetarët sot janë të vetëdijshëm për një gjë. Ky vend nuk ka nevojë thjesht të ndrojë qeverinë. Të heq një kabinet socialist, të vëjë një kabinet çfarëdo ngjyre të ketë. Ky vend ka nevojë për të shkulur me rrënjë një mekanizëm, një sistem që ka shkatëruar pushtetin e medias, që ka shkatëruar konkurencën në biznes duke përqendruar ekonominë në duart e 5 kompanive që kontrollojnë gjithçka, që ka ngritur mekanizmin PPP, që do të thotë para, pushtet, para, ku biznesi korruptuar financon politikën e korruptuar përmes të cilës fiton sërish para përmes korrupsionit. Kur është bërë njësh politika, pushteti, krimi dhe qytetarët, edhe unë mes atyre, dua ta shikoj këtë alternativën, jo thjesht që do më ndrojë ca ministra, se i kanë ndruar Rama sa heri ka dash qefi dhe s'ka prodhuar si lloj ndryshimi. Por duhet të dalë një alternativë, kjo është shumë e rëndësishme, alternativë që të premtoj shkuljen e këtij sistemi. Dhe pyetja që unë bëj është, e bën Sali Berisha këtë? Përgjigjja ime është me plot gojen. Jo, sepse Sali Berisha është një nga ata që i ka vënë gurët e themelit këtij mekanizmi, të cilin socialistët e shndruan në kështjell. Daj duhet gjenerata tjetër që do vinte më euforike, më e gatshme për të bërë një ndryshim. Berisha 83 vjeç nuk ka më idealizëm o zotëri. Do të mbylli vrimat e hallëve të veta që ka për të pleqëruar deri në fund se sa mund të. Janë thënë shumë gjëra. Kjo do vinte përmes garës. Atëherë, te pjesa pleqërimit unë them që do ta kishte pleqëruar më mirë në shtëpi.